Me në studio është Drilon Joha, kreator digital, I cili ka zhvilluar një aplikacion apo themi një lojë në gjuhën shqipe me personazhe heronj, duke I kombinuar teknologjinë, kreativitetin dhe kulturën vendore. Dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi sot në studio. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit shumë prezantim që s'kisha ditë më asbua atë në vetë, po pëlqen. Do thonë kombinimi sa. Pas ta kombinu sa në interesant. Drilon, na tregon si ka lindur pasioni yt. Kjo produkt është për shkak të zhvillimit shpejt të AI-t. Domethënë unë paraprakisht për 2014 që marr me teknologji, edhe kufizimi ka qenë që gjithmonë jam koni varur për një programeri 2, 3, 4 kështu me radhë. Edhe këtë idejat e mia kanë mbetë në sirtar për shkak të mos angazhimit programerëve me mua, me fjalë tjera, domethënë herë u financuar, herë u në mënyrë shoqërore, po tash domethënë me kapacitetin e inteligjencës artificiale që kam rritë deri tash, unë këtë aplikacion e kam bërë për më pak se gjysore. Nuk është të besu kërkosh, është në rregull mos më besu, vjen për plot sene domethënë të mëdha nuk besojnë njerëz, por nuk është problem. Pastaj me kalimin e kohës domethënë ja kam dërguar disa shokëve me testu me këshir ka aspekte teknika është të funksionuar mirë. Edhe inspirimi na ka ardhur e kena një zyret përbashkë, domethënë këta programera që kanë se zyret përbashkë, ai në nën shok, dy prej tyre përcjellën një faloje Dota 2, edhe ata e kanë posë domethënë herojat e lojës aty, edhe unë thash pse mos më bëj për herojt vendor, për shkrimtarët edhe për figura të ndryshme. Njerëz në përgjithësi domethënë pretendojnë për që janë patriot, unë kisha pasur domethënë që patriotizmi minimalisht më orientuar në dituri bazike për me kuptu për ne me kush ka është fliu domethënë për këtë vend, edhe që kjo domethënë ideja që jemi të jetuar në kohë moderne, nuk mundesh ai domethënë po shkon Ministria e Arsimit hala veç me libra klasik, domethënë është të vazhdu, po domethënë konkretisht me digitalizim diturisë është mirë me kon në rrjedha. Që kjo kon qëllimi domethënë me bon formë të lojës, se loja është shumë çata njerëz që janë të luajtë edhe po dinë me luajtë, se nuk është më thjesht ta mbot, është bo addictive, është bo domethënë është bo s'po domethënë në sens drogës, po domethënë kur po mrin në një nivel, po ki qef me mrit dytën e tretën e kështu me radhë, deri që tash ka funksionuar mirë, kushdo që e ka provuar, ka thonë lem tash të luaj edhe pak se ma pas ke limitu për 12 orë, se qëllimi o konë çështë domethënë me ta bëj interesant, 12 orë mos me lë me luaj, pastaj mas 12 orë më shme shku me gjetë edhe një. A të shpjegoj pak luajën aki? Këto desha dal, na trego si funksionon loja, edhe pak a shumë na trego për personazhet, përmendet që janë heronj, të inspiruar nga vetë vendi ynë. Kush janë heronjt? Po, unë domethënë databazën inteligjencës artificiale ja kam thonë lokacioni është Kosovë, dëshmimar domethënë këtë që ta çka konsiderohen heroj edhe të gjitha kohrave. Domethënë çata që ne si shqiptar domethënë I konsiderojmë heroj, prej duke filluar domethënë prej para historisë, jo, prej lerve pellazgëve se s'pedia a kena dhonat, ja vesh nai te uta nai pirën e pirit. Pirën nuk është domethënë s'ka të shumë dhona për të, por domethënë janë më aktuale këto për shembull dje ko marr këshilla se unë dëshiroj mos me bëni produkt me çitën masë dhe njerëzve më marr sugjerime, domethënë për shembull kish Xair Pajazite, nuk e kish marr databaza, se kish marr inteligjencë artificiale, pastaj ja kam një shok që I rrengati domethënë I rrengati informacioneve që për kontributin që ka vu që jam I kallzu disa komandant domethënë që janë kontrom në zona të ndryshme, edhe veç që tash veç shto edhe çto domethënë tash unë komunikimi me inteligjencë artificiale kam anglisht, nuk ka nevojë as me kod me shkruas kur gjë, I ka shtuar databazë me një refresh që ata janë dalë atë. Loja, po thëmë e ka një kompleksitet, po mas nej kur të mësohesh me lujt, ki mu knash, të paktën që ata jenë të tregu njerëz. Na jena, domethënë në inteligjencë artificiale, loja ta kam shef ty njonin për herojve, nuk dihet kush ë, po të parën mundësi që ta jep një heroj që s'është qaj, po të jep cilësitë për afërta me çata. Për shembull, thotë, në cilën periudhë kohore, këta personi që po thojna inteligencë artificiale e kam shef Adem Jasharin. Ty ta ka dhon Skënderbeun. Tash për periudhë kohore, thotë periudha kohore ti integron informatat e Skënderbeut, edhe ti kupton, aha, okay, nuk ka veç asoj periudha, ka periudhë tjetër. Tash xhan. Regioni apo Shqipëri, Kosovë, Dugagjen, e kështu me radhë. Domethënë, ti jep informacione për herojin e dytë, edhe tash ti duhesh me sa më pak tentativa me ja qëllu për cilën hero po bëhet fjalë. Në tentativën e dytë, nëse se qëllon, me një herë I personi I dytë I ka thonë, okay, ka mundësi me kon Hamzi Jashari. Edhe shkon Hamzi Jashari, tash te Hamzi Jashari të bëhen disa fielda, disa prej aty të bëhen gjelbërta, me të animu me thonë, okay, çore, lokacioni është I njëjtë, periudha kohore është e njëjtë, ka vdek edhe ky ka vdek si dëshmor I domethënë kategoritë e njëjta.
Po, diçka ka, domethënë mes Hamzës edhe Ademit për shembull është një dallim edhe e gjente që aty gjatë dallimin. Nëse më rrim veç deri te Hamza është shumë lehtë mos e gjet që i në tretë tentativën e dytë realisht domethënë më është me gjet. Është sfiduese se po ta lodh trunin se nuk e kena trunin e mësuar zakonisht me menume negative. Domethënë okay, s'ka këtu, e kur thot s'ka këtu domethënë ti qetash diapazonin me anena, është tepër, për më është lojë tepër interesant, jo pse e kam marrë unë, është koncepti është dikujt na tjetër, inspirimin e kam marrë ty shtregova për Dota 2 që e kam bë si lojë. Po edhe çka më bën tepër interesant është ky kufizimi kohor që po tranon njerëz, apo që po më thotë jepëm pa mundësi pa limit. Ka mundësi që domethënë për arsye promotuese duhet me hek tajmerin. Adrilon, sa është e vështirë të kombinohet teknologjia, kreativiteti edhe kultura vendore? Nuk është mos sfidë. Ka qenë domethënë sfidë, ka qenë para jo më shumë se 4 vjet e kemi pasur me një shok, e kemi pas punu në design një produkt që atëherë ja ta lënë emrin Mos harro. Mos harro domethënë me majt men njerëz sidomos gjeneratat e reja, sakrificën që e kanë bërë dikush për me pas në qëtë liri me u shpreh në gjuhë shqipe, se me tregu domethënë historinë që nona ka punu në Radio Kosovë, po ka punu para luftës e ka pas kufizime që u duft domethënë as gjuhën se kanë pas domethënë lirinë e gjuhës, se kanë pas u duft me bërë shumë sakrifica për këtë vend. Për shkak që soi konkretisht, unë mendoj që rinia duhet me shfrytzu potencialin e inteligencës artificiale dhe teknologjisë për me marru vazhdimisht produkte të cilat unë po them kjo është e thjeshtë mu bë çtash, unë po kam dëshirë qëllimisht me ahu për rëndësinë me thonë okay, e kam bë përgjithësore, unë mu devalvu, po produkti është tepër më rëndësi. Rishtaze, kur po them rishtaze tash kjo ka të bëjë me orë, domethënë orët e fundit punës dje e kam shtuar edhe kapitullin mësa. Mrana. Është interesant edhe nëse shkolla domethënë e marrin dhe mësojnë pisojna, se kom thonë keq ata herojt ose shkrimtarë, se me shkrimtarë mëse është edhe më sfiduese me lut, mëse e fundit është lider politik që janë kënd domethënë historikisht me çfarë fjala. E kom limitu mos me pas me kse që janë gjallë. Domethënë liderët edhe persona domethënë që janë gjallë nuk janë në database qëllimisht, po më në të paktën e kom menuar që është ide e mirë. E kur domethënë kur ti kryen në njërin prej këtyre niveleve tash një personave që menoj me shtu eksperiencën. Domethënë i fiton 10 pikë nëse qëllon me të parën, i fiton 5 pikë nëse qëllon me të katërtën në kështu me radhë që më u bë pak më addictive, që nëse veç po shpenzojnë akon në ta, që na u ka bë pjesë e jetës teknologjia, bile të përfitojnë pse. E kapitullin, shumë e thonë që atë farë featurein mësa, e keni në altë atje më me kliku mësa, për secilin hero, edhe për secilin shkrimtar, edhe për secilin lider, më nësh me hi me lexu më shumë, e ka edhe një farë kapitulle aty domethënë të kronologjisë, eventet ndodhit më të rëndësishme të çti personazhe kështu me radhë. Kjo ka me vazhdu mu pasuru se është tepër e lehtë mu tash, unë po them, ndoshta në herë tjetër e bëjmë në emision veç për me tregu që tash me inteligjencë artificiale është tepër e lehtë me bëkse kontribute, andaj nuk mendoj që është e vështirë dhe madje tash është lehtësu çast shumë se e akuzoj ato që s'është të kontribu për momentin se është domethënë hajgore është kërkesa ose sakrifica që po bëhet për neve në krahasim me lidh me produktin krahasim me çata njerëz që kanë bërë çato sakrifica historikisht. Adrilon, mënyra si po e shpjegon po duket shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Çka ka sfidë në gjithë këtë proces? Sfida është me kështu që ky produkt është për ne të është për ne të mrritë masa për me e kuptu që kam dashur me bëj me të. Domethënë është i famshëm aktori Dardan Goshi ka luajtur te Çako shtëpi edhe në seriale në filma të tjerë. Dardani publikisht e shkruajti tha shumë po m'pëlqen ideja tepër e mirë, ajo kështu patrioti i shtuar. Po tha nuk po di me lujt. E kam tash një prej sfidave është që para se me hit dikush në lojë, sipas gjitha gjota duam me incizu një video të lujt veten, edhe me qit. Disa udhëzime. Udhëzimet janë. Domethënë website për me qenë korrekt, domethënë udhëzimet janë, por ndoshta nuk janë të mjaftueshme se unë e kam ndërtuar me para gjykimin që dikush ka let, okay, apo do më me kuptu çka në var. Gazetarët që del kanë shërë tek. Loja është e thjeshtë. Loja jam nuk është e thjeshtë. Pas ke kompliku pak. Koncepti është iron në qatë sens, duna me shku me thjeshtu, me kuptu njerëz, po masaj kur pe kuptojnë, po ngulën, pozitivisht, që pe lujnë do më thonë lojnë ma shumë. Dhe a mendon që kjo lojë do të luhet vetëm në Kosovë? Unë në vendet që folsa apo unë po shpresoj që për momentin domethënë kjo është e kufizuar me gjuhë shqipe. Nuk është e kufizuar me kurrë tjetër se është në internet, website-it më u ços dikush pe Zvicrës, edhe shpresoj domethënë pe diasporës më përdor, se diaspora ka domethënë që të shuar që dojnë me i ruaj ato vlera që i kanë pas domethënë vendit vet, edhe i sugjeroj që më e përdor sa më shumë.
për me aktivizu trunin për me ditë, okay, domethënë si aqëllova të për Hamzën, si aqëllova të për Skënderbeun, si aqëllova për këto, po me kalimin e kohës i mëson. Se loja është metoda, sipas vendimit tim, është metoda më e mira për me mësu diçka. Unë tu luj qitash me inteligjencë artificiale kur po folim me programerat, që unë domethënë nuk jam programer, kur në rresht të kodit nuk e kam shkruar për me funksionu diçka, po tash kur po folim me tapi them e kam implementuar çito 77, ata po befasohen me fjalorin. E këtë është për interesimit, kuriozitetit me marru diçka interesant. E për çato po them, duhet me kon kurioz edhe nëse e luajnë lojën, po besoj që edhe kanë mësuar që ta herojt edhe kanë më vlerësuar më shumë se tash është edhe çaja kapitulli mëso ku mundon me hi me lexu për sakrificat reale që kanë bërë. Se kanë erë kena paragjykim që po, përderisa na e kena përjetu luftën e dina që ka ndodhur tash edhe rinia, edhe ka njerëz kanë erë nuk më besu që ka njerëz që kanë lind mas 99 ose po drejt. Pse ka ai obligim me ditë që ka ndodhur lufta, por veç e ka lënë si proces të jetës edhe jeta vazhdon. Me të vërtetë po duket interesante. E përmendëm edhe pak më parë, pra një kombinim i teknologjisë, kreativitetit edhe kulturës vendore. Si është puna e kreatorit digital në vendin tonë? E çuditshme. Na shpjego pak. Po, ky domethënë si profesion është interesant se është zhvillim i ri në këtë botën. E masaj e bukur e saj është që na jena të obliguar me u adaptu me vendin, ose domethënë zgjedh dikush me kona se që është që izolohet, por nëse dikush don të vendi vet me kontribut, duhet me ditë shumë mirë me i gërshetu çdo dyja, se zakonisht domethënë vjen dikush edhe krijon përmbajtje e cila domethënë i shërben dikujt që është të konsumu content për mbrojtje të Amerikës. Edhe nuk lidhet domethënë me këtë personin ose me audiencën e tij në Kosovë. Që kjo është një pjesë fitave interesante. Unë deri çfarë ka kon kriju, jon kon qëllimi u kon që çto kapacitetet teknologjisë me mujt me shfrytzu lokalisht edhe me i bo të qasshme për tjertë. Unë në disa komunitete kom kontribu për këtë sen, kom dosh me e thjeshtu edhe me i hek, a ka fjallë për gatekeepers shqip, me hek ata rojet e dera që rrinë për me tonë, jo, mos hen këtu se është e tutshme, unë mënuna me hek qëto. Për shembull, këtu kom qenë para në radio kom qenë para 2 viteve nashta, jam ftu për me fol për programimin, unë i kom thonë njerëzve atëherë, tash s'monoj që duhet më mësu programim hiç. I kam domënime të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme për keq, se njerëz domethënë këtë dynja e fëmijët piqojnë mësu programim, unë po them se çani mos se tash u bë vonë. Atëherë pa ta cek që krejt kusht thot, mos mëso programim të qet do bariera pa lidhje, ato duhet me ditë matematikë, duhet me pas laptopin më të mirë në botë, duhet me ditë nivelin e anglisht, domethënë superiore, këtë janë kongonistra, janë gatekeepers njerëz që apo dhe ai s'don me u rreziku, është programer për vete, nëse i shton edhe 100 programera, i paksohet mundësia me marrë klientët e ai. E për shkak që asojna që të rol duhet çdo kreator digital qoftë ose çfarë do qoftë, duhet me luajë të rol që njerëzve masës në përgjithësi mos më u mbyll dyrt, më u hap dyrt edhe më thon çore këto janë mundësit, mase jo që shi përdor ne, secili domethënë për vete, po veç do të mos nuk më pëlqen ky farë koncepti i gatekeeping, nuk më pëlqen më jo kam në editori që to si kallzoj kërkujna. Unë këtë që kam mësoj biletash është në GitHub, kom e qit shumë shpejt domethënë publikisht që shumë marru loja që e merr dikush lojën, edhe shkon e marron për shembull, veç po thojnë në shqiptar është në Amerikë, e bën për presidentat amerikan. Kto mos të bën se është në proces domethënë nesër veç e çesa, po domethënë merret me marr, edhe domethënë okay, e paska bë për heroj, po të mënoj unë të bëj për një diçka tjetër. Mase secili Secili ka domethënë kreativitetin që është i krijuar njeriu, secili njeriu është i krijuar unik, edhe pikpamjen e ka unike, edhe secili mund të prodhu diçka të re, interesante. Çaj është inkurajimi jam që të bëhemi me rritjen e inteligjencës artificiale kam u rrit vlera e njeriu si njeri. Domethënë kam që ky diskutim kam qenë shumë i vlefshëm, madje shumë lehtë më me kon domethënë edhe kam më rri koha që kam u pagu dikush veç me bë mohabet real se kena më dominu që shumë për robota. Po për këto dhe të tjera. Po, e gjithë kësaj, po më pëlqen që dijen tonë e ndohen me tjerët, edhe ju jep mundësi, edhe talent vetren, jo mi mbyll rrugët ashtu siç mund të hasin. Unë kam pasur edhe betejë. Unë kam pasur edhe betejë me njerëz që ta gatekeepers. Që tash për momentin inteligjenca artificiale është në çat nivel sot të mëdhajt e industrisë në botë. I kanë shumë modul të thonë që unë s'jam të shu kod më vet. Inteligjenca artificiale për shumë për mua në veç për ja bëjnë kontrollin të fundit, ki shqiptar që të lokal ton të Kosovës që po thotë jo, kjo është ide e keqe, na duhet të shkruaj kodin manualisht. E me sta gatekeepers unë kam pas gjithmonë kam pas betejë edhe kam e vazhdu se është domethënë unë e konsideroj idiotësi
Nëse që kjo është bo e mundshme për masën, ti mja më shede edhe me tut me një diçka që, apo dhe qërë, me pas në ashtu në studio një mjek. Edhe janis veç të full për një virus që u dalë që ta është në Indi, edhe rreziko është që kudo që tu të thajsh, qaj virusi më me të prejkë, na panikova, apo dhe na nuk jena do më thonë mjekësis, e kanë qatë kapacitet, eksperti i fushës e ka kapacitetin ose me tut, ose me të inkurajnë, me thonë, po me të ndiku. E për shkak që saj, unë do më thonë, në të paktën industrinë e teknologjisë në përgjithësi, jam në vazhdimsi i luftaj edhe gjithmonë shkoj të e kriju një komunitet të ri, e kom pas kriju domethënë para 4 vjetë një komunitet trampoline ka emnen, që tash janë përmi 30.000 antar. Këtë ideja u konë me qitë që aty këtë lajmet e reja që kush do mi përdur mediat sociale në format të ndryshme të inspirohen për njëri tjetrit, se fuqia e komunitetit nuk krahasohet as me fuqinë shtetërore, as me fuqi financiare, domethënë komuniteti bën sana që nuk mundet me bo domethënë as qeveria ma e fuqishme. Mos marr shembull tash, po edhe kjo është temë që e kam pasjen që me i dhon fuqi komunitetit, jo individet edhe jo qytyna gatekeepers. Drilan, jemi fare në fund bisedës, para 2 vitësh tregove që ke dhënë një këshill për programim, si vjet, çfarë këshille do t'ju jepje? Sidomos të rinjve. A mu bu i sinqert apo me lujt protokoll të Sinqeritetin mbi gjitha. Sinqeritetin mbi gjitha. Unë nuk kam përgjigje. Unë nuk përdi që kam e bo njerës. Do më thonë, pyetjet këtë kush po më pyet, do më thonë, kam shumë njerës që më kontaktojnë për këtë temë, edhe prend shqetësum, nuk kam përgjigje për momentin. Ç'ka është, do më thonë, jenë të ndryshu sanet sot, para një javë, do më thonë, kom menu me bo diçka, sot e kom ndru menimin se ka ndru qatë shumë shpejt teknologjia. Unë po mendoj që njerëz, prend dhe individ që po na dëgjojnë, tri që po na dëgjojnë, duhet më fokusu në krijimtari të përgjithshme. Mos me kufizu vetëm me thonë çfarë unë du më bo specifikisht diçka. Unë mendoj edhe jam kon gjithmonë promotor i kësajna që generalistat kanë me udhëheq botën, domethënë mos u bëni specialista. Kjo apet po them edhe kjo është non-conventional, është kundërshtim me këtë dynja thotë jo ti bën ekspert në fushën e unë po mendoj që s'do të më bëj ekspert në fushë, do të për shembull mi ditë me shkoj mëson antropologji, shkoj mëson edhe inxhinieri, shkoj mëson domethënë pi krejtve ka pak me kon ekspert. Nashta në përgjithësi domethënë kimi duk si sharlatan, po ideja është ti me pas informacion për këtë industrive dhe masaj çka do të prodhojsh ti, se ç'kjo ka më ardhur, domethënë është ardhur koha që prodhimi yt si individ ka më kon shumë më i vlefshëm se sa qysh është i industrializu prodhimi i sanave paraprakisht. Andaj këshilla për me kufizu se filozofova shumë, po është vëllai është shqetësuese që jo unë, po pe Harvardit e poshtë ju ka hup që tash busulla nuk janë të ditë domethënë çka ka më orientu njerëz. Ata kanë interesa specifike, ai do mëson edhe, mëson edhe farë shkenca që s'ka kur fare zbatimi në botë, se i ka interes se shkojnë njerëz paguajnë studentat pagesë, po do të thonë të sinqertit e botës për momentin orientim me thon dikujt për karrierë u bë shumë problematike. Andaj këshilla jam është bëhuni kreator të gjitha llojeve. Mos e kombinojmë thonë që vallai mu gjithmonë ka dashur me një instrument muzikës. Jo. Shko ka vizatimi kështu domethënë a kisë të tash më me një prompt janë të bësh to. Unë të vish kimë shkruani një komandë, domethënë vallai s'po më duket çka që do të miroj që na bëri që kena. Drilan, zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, cilat profesione i ka rreziku më shumë? Më shumë. I ka rreziku profesionet që e kanë obligim me punu me informata. Domethënë IT-n e ka rreziku më shumë te veç për një arsye që IT-ja është brumi edhe konsumimi që inteligjenca artificiale e merr dhonat aty. Për shembull, që tash, dash besonin dash jo, janë të ekzistu platforma ku inteligjenca artificiale përshtin në punë njerin me akry tash do punë. Se inteligjenca artificiale s'ka qasin në jetën reale. Por e pas qasin në jetën reale ti dush më shku me ingjizu diçka me kamerë. Ai thot për shembull, unë nuk e di çush njerëz hypin në tren. Ka video, domethënë morët me pas kërkesë. E për shkak që sajna, që tash ma të rrezikumt edhe kanë me vazhdu me konë janë qata që kanë varësi prej IT-s, information technology, do më për teknologjisë informative, në të gjitha dikasteret. Pastaj kjo shkon ka punë fizike vinë, pse zavencon punë fizike ma vonë, është se ka me kushtu që ai roboti që e lunë rolin e mekanikut, aftësin, e ka shumë atë mirë se njeriu me bëjë tash. Domethënë këtë këtu domethënë paragjykime që jo roboti s'e bën çfarë bën njëri, roboti bën keq çfarë bën njëri, tash na të fol, a mundem me commoditize. E kam qyr s'ke shqip fjalë me bë të çastshme për masën robotin. Sa ka me konë të çastshme, a mundesh me bleti, çu blen një Opel
të lirë, a mënesh me pasi qasë robotit lirë që do mund të kryjnë punë, pellet çan për shtëpi dhe në punë për punës në shtëpi, a ka që ashtu kur ka me mriçaj ekonomizim, kur ka me mriçaj komoditizim i robotave e derisa që ajo dëvonohet, punë fizike kanë me pasit përparësi. Punë të IT-s janë tu avancu domethënë më të madhe, kompanitë e mëdha rishtazi domethënë kanë pas çitet punë njerëzve për punë, po këtu janë kisha me thonë probleme më të mëdha në Amerikë. A kanë me ndiku edhe të ranë ndikojnë se ka shumë shqiptarë që janë të punu remote, janë të punu për këtuit atje, e kështu me radhë. Mirë po, që kjo është, për me të përgjigj ma saksisht, rreziku më i madh është për ata që janë të information technology, sepse informatat veç i ka tash. E jo informat reale s'ka. Domethënë se den bashkë realisht çush na i procesojna emocionet, çush komunikojmë, çush tradhtojmë, që çito domethënë nuk ka çështje reale në çito, ka çështje në informacion. Çush e ka shkruar dikush në artikull çush uni. A mund çito reale edhe nuk besoj që ka më pas. Por i mungojnë vetëm emocionet. I mungojnë vetëm po, e vërtet. Informacion për çush më bë sanet ka, mas ne po them të aspekti me dal fizikisht, nuk është një herë ekonomike, po sipas gjitha gjërat më rreth 10 viteve ka me kon për secilin, domethënë për secilin vetur që është prodhu, 3 robota kanë me kon. Çka ka me kon proporcione mas 10 vjet e pritet. Na të presim ty sërish, pas një kohë të shumë. Me robotin tam të vogël. Unë të falenderoj shumë që gjithë e kohë së pari t'jesh pjesë e magazinës së mëngjesit edhe ndave me ne gjitha këto informacione dhe uroj që jemi shumë shpejt. Faleminderit shumë për ftesën, ke kënaqësi edhe për prezantimin e lojës edhe mohabeti ke tepër nice. Kisha shpresuar me kohë më gjatë, po e lëm për të tërhetë tema tjera. Kemi zgjatë. A kemi zgjatë, okay.